Një shok i tij Saad ibn Waqasi shtrihet për vdekje, por nuk vdes. Kur shtrihet për vdekje, shkon e viziton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka pas vesh një çik. Ka thonë ja Rasulullah, un po du parët e mia, këtë për Allah mi dhon. Kur gjos po du mbylon familjes. Çka i tha më sam, jo, s'mund kështu. S'ka mundsi kështu. Atëri tha, a ban gjimsa të la për Allah, e tjetrat në të mese për familjen teme. Jo, tha, shumë janë. Atëri tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, ata la, tha, 1/3. Çka i tha pejgamberi sallam? Tha, leje edhe kjo shumë. Pse? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ti lish e vlatë të tu, masi të vdesësh ti, pasanika, të cilët nuk ja zgjatin dorën kur kujna, o ma e khajrit sa ato me shku mi thonë dikujt, a ka mundësi me në animuhe. Shiko këtë rahmet për nga mbeli s.a.s. Si ja mirë të parët, për ku të kemi që këto pare? Për Allah. Meri Rasulullah investoj në luft, meri investoj në islam, meri investoj ku dushti. Qka i tha mësami? Jo, leja që këstane, një qik, veç një qik e ka pas. Tha sepse familja jote mës mja zga dorën dikujna shumë ma e mirë. E shiko qka i tha për nësëra? Mirë, qëto pare, ku dëshin me shku? Në tërsinë e muslimanëve. Qëka i dhe me sami? Jo, që tu ngatë ku e ki ma afor është. Andaj për nga me sëram, i nëzit të sahabët, sadakaja në familja, 2 sadakaja. Sadakaja në të familja, 2 herë sadaka. Pse? Se edhe sadaka, edhe familjar. Dërsa sadakaja të i huji, qka i se njef, është 1 herë sadaka. Shiko për nga me sëram, si nëzit, kada. Ndra që ti qëtu njerë. Ndra që ti njerë qëtu. Këshire njerë që këntane më se le keq. Këshire ti njerë ma halëntane, dëshmoje se je musliman i mirë. Ti do me janë dëshmo ati në Afrikë, se ti ajdi sa shumë ja u ki gajlen. Leje mërë tja to, zotin i moft, krejtë muslimanë ku janë lindin dhe përëndim. Po ti këtu si ki kalzue. Ti së një dëshmon këtire muslimanëve këtu, se je i mëshirshëm dhe je i edukum, e po ja dëshmon atyre atje. Për këtë asju duhet muslimani me punu me prioritete.